kemi propozimin tonë për kandidatët e kryetares së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Albullina Haxhiu është njëra ndër gratë jo vetëm të votuara në vendin tonë, për cilën do të thani ka besimin e popullit, por të njëjtën kohë është një grua që ka përvojë të gjatë jo vetëm si ministre, por edhe si deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka qenë udhëheqëse edhe komisioneve shumë të rëndësishme, kështu që nëse dikush me të vërtet e meriton dhe ka mbështetjen e gjithë secili prej neve në këtë drejtim, është Albullina Haxhiu. Nuk mundet individ, grup individësh nga subjekte të tjera politike me determinu atë ose personin të cilin ne i kemi si propozim, për të cilin besojmë në të. Të njëjtën kohë pse duhet të propozojnë anga të tjerë, di që më përmend emri im, po në fakt nuk ka pyet dikush atë të jemi me kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës apo jo. Se ja u jap e marrin në fakt atë drejt të bëjnë propozime të tilla. Siç e thash, ne përkrojmë zonjën Haxhiu për shkak që mendoj që nëse është dikush që me vërtet i del zot kësaj detyre. Po do doni jo të kandidatë parlamentare, sepse përmendet përvojën një herë me përvojën financiare. Nuk do të thotë që vetëm se unë kam përvojën, siç e thash, Albullina Haxhiu ka përvojë shumë më gjatë brenda Parlamentit të Republikës së Kosovës, në fakt se sa ka më pak rëndësi po ajo. Pse duhet jem unë ju Albullina Haxhiu? Unë këto nuk e kam të qartë. Nuk jam të refuzu, po nuk mundem unë nuk jam të refuzu. Ne e kemi propozimin tonë si lëvizje vetëvendosje për zonjën Albullina Haxhiu, të cilën e përkrojmë që të gjithë fuqishëm brenda subjektit tonë politik, dhe nuk mundet një subjekt apo subjekte tjera politike ta determinojnë se kë e kemi ne kryetar apo kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila është e garantuar me kushtetutë e ligjet tona. Është shumë e thjeshtë. S'ka rëndësi hiç, a kupton? Është edhe tjetra unë tash spet jo fal. Pse më çarse? Pse ka qenë e zëshme? Pse nuk është zbrap skurt? Ka qenë e fuqishme në bindjet e saj, pse kur vjen puna te një gru kur është e zëshme të qenë ka përqarse? Se nuk është diskursi i njëjtë atëherë në raport me burrat. Është shumë e thjeshtë. E kemi mundësinë e artë ta kemi një kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, edhe një grua që me të vërtetë besoj shumë në përfaqësimin më të mirë të mundshëm që mundemi të pas brenda vendit tonë. Sa ta propozojmë A do të kemi zgjidhje të ngërçit sot? Shiqo, njëjtë sikur zgjedhja e të transkriptorës së Parlamentit të Republikës së Kosovës, i kemi dhe në kryetarët. Kjo i bie, si të themi edhe ne, po jo, ne përdojmë që ky person duhet të qenë prej subjektit tonë politik në kryetarë. Është njëjta çështje. A dojmë të themi që të bëjmë shumë e thjeshtë. Votohet kryetaria e Kuvendit të Republikës së Kosovës, votohen në kryetar, ecin tutje, pasandej kemi procesin për politik. Faleminderit.